Përshëndetje, faleminderit që pranuar zhvillojmë këtë intervistë së bashku për të ndalur pak tek zgjedhjet parlamentare të këtij viti. E prisni fillimisht rezultat? Qoftë partinë, qoftë rezultatin tuaj personal. Ja, për subjektin natyrisht ne kishim përçmëri të mira, kishim sondazhet tona, anketimet. Natyrisht jemi shumë qartë që vendi është një transformim përgjithshëm shumë pozitiv, jemi në pozicion shumë të mirë ndërkombëtar, një krenarie e zakonshme në gjithë procesin tonë të antarësimit, kemi treguar shumë mirë ekonomik, jemi në momentin më të mirë të vendit sa i takon zhvillimit, investimeve, një sër projektesh. Janë gjëra që janë të matshme. Në raportin e konkurrueshmërisë të OECD-s vërtetohet gjithë përmirësimi i shërbimeve, digitalizimi, pra një sër arritjesh, të cilat nuk diskutohet që janë të prekshme për qytetarët në shumë terma, në shumë rritje të nivelit jetesës, të cilësisë jetesës, të nivelit ekonomik, po besoj që kjo është evidente. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se zgjedhjet janë gjithmonë të fituara vetëm nga puna e mirë e bërë, mund të ketë gjithmonë më mirë, ka gjithmonë shumë që njerëzit duan dhe presin dhe pritshmëritë e njerëzve janë të justifikuara. Po për rezultatin tuaj personal? Me thënë drejtën, nuk është se kam patur se unë hyra pak më vonë në fushat dhe kjo dhe më penalizoi disi, sepse lëviza nga qarku Dibër për këtu. Natyrisht që kjo ndihmoi shumë punën time si ministër, sepse u afrova në distancë dhe isha më afër ministrisë. Kjo për dy arsye që unë i kam përmendur edhe më përpara, që një ishte që nuk humbëm një deputet nga qarku i Dibrës dhe këtë e humbi Korça dhe gara në Dibër u bë më e parashikueshme, ndërsa për shkak të rezultateve shumë të larta në vitin 2023 në zgjedhjet vendore ku morën 4 bashkitë dhe gjithsesi ishte punuar dhe Dibra ishte ngritur dhe ndërkohë nga ana tjetër puna shumë e madhe me negociatët e kapitullit, sepse ne patëm një përgjigje shumë të fortë nga Komisioni Evropian, nga Bashkimi Evropian për gjithë progresin e negociatave dhe kështu që meki duke qenë se është udhëheqëse kryesore e 7 prej 10 kapitujve kryesor janë nga më të rëndësishme sepse gjithë negociatat rrotullohen tek tregu i përbashkët dhe tek ekonomia. Gjithë Bashkimi Evropian faktikisht është një bashkim ekonomik, edhe integrimi në vetvete është një negociatë ekonomike, kështu që ne kishim shumë punë për të gjithë, unë kisha nevojë të isha pranë ministrisë, një ministri e re, ju e dini, me shumë sfida, me shumë problematika dhe kjo më ndihmoi shumë si ministër. Nga ana tjetër, kombinati nuk ishte shumë i lehtë. Kombinati është një zonë e vështirë me problematika, trashëguar shumë halle nga rindërtimi, i cili nuk është përmbyllur ende në kombinat, për arsye që nuk varen gjitha as nga bashkia, as nga qeveria, por nuk është tu vendi tani për t'i vënë emrin. Përgjegjësive u shpjeguam me qytetarët, folëm troç, kemi kërkuar dhe ndjes në shumë prej kërkesave dhe ankesave dhe si themi pakënaqësive të tyre, ka vend edhe për ndjes. Punuam dhe folëm shumë hapur, duke qenë shumë pranë qytetarëve në takimet që mund të bësh në një kohë kaq të shkurtër në nivel qark, ku formula e zgjedhjeve në fakt me thënë drejtën është goxha e tendosur, në kuptimin që duhet të jesh kandidat për gjithë qarkun, por ndërkohë unë isha drejtues politik i një zone me shumë problematika, nuk është e lehtë dhe gjithsesi rezultati tregon. Ju befasoi besimi i popullit shqiptar dhe votuesve për ta çuar votën drejt jush, edhe si kandidat, por edhe si subjekt politik? Nuk më befason vota logjike, vota racionale e elektoratit shqiptar edhe në rang vendi, po edhe aq më tepër në rang metropoli kryeqyteti, sepse është një votë e cila është për një projekt në zhvillim. Qytetarët e kanë kuptuar që kjo nuk është një ofertë programatike për të ardhmen. Ne nuk shkojmë me premtime për të ardhmen. Kjo nuk ka qenë një fushat me premtime. Kjo ka qenë një fushat për ne me realizime, me përmirësimin e asaj që ne po zhvillojmë dhe po zbatojmë sot në vendin tonë, me gjithë llojet e shkëmbimeve të informacioneve të ndryshme nga gjitha sferat, gjithë sektorët, gjithë fushat, aq sa i intereson në atë rast elektoratit përkatës, për shembull në zonat urbane ka problematika urbane, ka problematika qytetëse, ka halle të cilat lidhen me jetesën dhe me zonat e qytetit, po themi në zonat rurale ka problematika të tjera, kështu që kudo ku shkon dhe kudo ku je duke ndar rezultate dhe duke ndar probleme të cilat lidhen me atë që ti je duke bërë. Ne jemi duke zhvilluar një projekt i cili prej vitesh është nisur, thash ka transformuar vendin dhe jemi në një
moment tjetër, nuk është se është një fushat ku ti shkon dhe premton se çfarë do bësh për ta bërë, si më thënë, që të bëhet pa pritmas me ty dikush. Ne kemi afruar dhe shumë votues për herë të parë, kemi afruar shumë qytetarë cilët ishin të kundur, cilët janë ndoshta edhe me bindje tjera politike. Ne kishim një listë që unë mendoj që ka qenë çelësi i suksesit, sepse lista sillte dhe socialistë të vjetër, protagonistë shumë të rëndësishëm, pra mblidhte dhe mpikste edhe më mirë atë gjakun e, po themi, kush janë të pakënaqur ndoshta në këtë mes? Se gjithmonë ka dhe persona të pakënaqur, gjykimin tuaj. Të pakënaqur në ç'kuptim? Qoftë pakënaqur me idenë që pra qoftë votues të partive tjera që kanë ardhur dhe kanë adresuar votën tek ju, duke pasur parasysh numrin e lartë të mandateve dhe sigurisht votave shtesë, qoftë persona të tjerë pakënaqur ndoshta edhe nga partia juaj. Ja, u thash si themi propozim i cili është në fakt nuk është një propozim i ri për gjithë elektoratin, por është një propozim i ri ndoshta për këta që na ushtuan, pra për votuesit që janë shtuar me ne, dhe një themi hapje zemre, hapje elektorati shqiptar është emancipuar shumë në vite, pra kemi një shoqëri shumë të emancipuar. Dhe në rast se ne jemi troç, ndershëm, korrekt, domethënë të hapur, objektiv, edhe nuk e humbim as në vetkënaqësi, as në, po themi, prepotencë që si forca më e madhe, si partia më e madhe, të drejtohesh elektoratit, ndonjëherë i sigurt që i ke votat e tua, ke votat e socialistëve. Jo, ne jemi një strukturë dhe një parti dhe një organizatë themi që e vuan për brenda rëndësinë që ka që duhet jemi të hapur në vijimsi, po ndërkohë duhet respektosh gjithë pjesën e strukturën e vjetër të partisë, po duhet të jesh i ndjeshëm me të gjitha pritshmëritë që ke nga elektorati i cili tradicionalisht shikon tek ty forcën e vet politike, nga ana tjetër duhet të kesh gjithë shoqërinë civile me vete, nga ana tjetër duhet ta bësh të gjithë në ekuilibër me të gjithë përfaqësues të këtyre shtresave, moshave e tjerë. Me rinin është punuar shumë. Është vetvetiu natyrisht që ti jep dorë shumë edhe fakti që ne jemi në shumë prej po themi lëmeve të jetës edhe të vendit. Jemi në kulmtin e projekteve tona, që janë projekte zhvillimore, që janë projekte kombëtare, rajonale, që janë projekte zhvilluese, ekonomike apo turistike, apo po themi projekte të ndryshme që kanë të bëjnë me transformimin e jetës së shumë prej qyteteve, qendrat urbane, qendrat historike, rilindja në përgjithësi si projekt, shkuar deri fshat më fshat me asfalt, me rrugë, me korridore, me gjithë infrastrukturat ndërtuara, punoj me porte, punoj me aeroportet, e gjitha kjo natyrisht që kudoj në çdo qark prek dikë, prek ato komunitete. Natyrisht që motori i ekonomisë sonë që është turizmi, është natyrisht flamurtari i zhvillimit në vend, dhe normal që nuk diskutohet që ka ndikuar shumë për ndërkombëtarizimin e Shqipërisë, por gjithë besimi dhe respekti që është në rangun ndërkombëtar për Shqipërinë sot, pozicionin ton, siç thash, në raport me ëndrrën për antarësim, të gjitha këto japin një përqyeshmëri e cila është aty. Ajo që këtë fitore kryeministit Rama, Partisë Socialiste, platformës ëndrrës europiane apo dhe punës. Nëse vini re, unë mundova me shumë stil që t'i shmangem gjithmonë më shumë gjatë intervistës çdo lloj koncepti të një fitore personale, sepse nuk e konsideroj që kjo është pjesa më e rëndësishme. Pjesa më e rëndësishme këtu është ajo që ne shtuam si vlerë. Unë mendoj votat janë akoma në numërim, jemi në 2/3, pak mbi 2/3 që janë numëruar, dhe vërtetohet që të gjithë kandidatët, edhe ata më të rinjtë, edhe ata më të panjohur, edhe ata që mund na duken anonim, po ta vësh re kanë shtuar 400, 500, 800, 1000, 2000, e gjitha ajo ka shtuar në llogarinë në matematikën kumulative, ka shtuar votat. Ne jemi me më shumë natyrisht mandate, dhe kjo është e rëndësishme. Po presim edhe diasporën për të kuptuar dhe mandatin e 20 do ta realizojmë përmes saj me qetësi. Na është dukur vota më e bukur, sepse plotson një vullnet i cili deri dje kishin dhe pikpyetje, jo ata pse ata janë përjashtuar, mendimet e tyre, kishte edhe mendime që votat e tyre s'mund të jetë barabartë me votat e taksapagusëve që janë këtu, sepse ata janë taksapagusë në vende të tjera, nuk jetojnë këtu, nuk i japin detyrimet e tyre këtu, por jo, kjo nuk mund të jetë dot një votë e cila mund të zvoglohej në valencën e saj. Duhet të ishte një votë e barabartë. Ne i detyrohemi dhe atyre. Ata kanë raport shumë të fortë me vendin. Ndonjëherë raporti me vendin nuk e di a keni vënë re, se di a keni emigruar, bëhet edhe më i fortë kur je jashtë.
dhe ata pritet të rikthehen një pjesë, pritet të riinvestohen në vendin tonë, një pjesë e tyre edhe nuk do ja dalin, do të jenë suksesshëm andaj do kthehen për shkak se do duhet ta riprovojnë edhe një herë në vendin tonë dhe vendi jonë duhet të jetë Amerika e re e tyre. Pra ideja është që ose ndoshta skepticizëm që fakti që ja larguar jashtë, ndoshta vota e tyre do ishte për subjekte të tjera politike, kjo për vetë faktit ndoshta edhe pak kënaqësive që mund jenë krijuar. Jo sepse ne ju thash, mundohemi të jemi gjithmonë serioz, mundohemi të jemi objektiv. Ne e njohim diasporën tonë. Diaspora ka ikur në vitet, edhe nëse ka ikur në vitet tona pas 2013-s, nuk diskutohet. Familjet të tëra kanë ikur për kushtet që tranzicioni shqiptar deri në 2013-ën ju ofronte dhe që nuk ju mundsonte. Dhe nuk diskutohet që një familje e mençur, një familje e mirë dhe shumica e familjeve shqiptare nuk diskutohet që janë me mend në kokë. Nuk diskutohet që shumica dërmuese e njerëzve janë të qartë për jetën dhe për realitetin. Nuk diskutohet që kuptojnë shumë mirë më mbrapa sepse Shqipëria në 3-4-5 vitet e para pas 2013 me reformat që filloi të rritej. Çfarë ndodhi me sektorin energjetik? Çfarë ndodhi me sektorin e shërbimeve? Çfarë ishim ne në 2013? Çfarë jemi ne sot? Të gjithë ta e kanë qartë transformimin dhe e dinë shumë mirë që nga dalësimi i Shqipërisë deri atëherë dhe shumica e tyre me të drejtë kanë në Shqipërinë edhe vitet pas 2013 sepse nuk mund prisnin 2-3 mandate që t'rregullohet Shqipëria se njerëzit një herë jetojnë dhe njerëzit jetën e tyre harkun kohër të jetës tyre një herë kanë. Edhe kështu që normal që ata provojnë për mundësi më të mira. Po ata janë shumë qartë. Të rinj fëmijët e tyre, të gjithë ata e kanë parë Shqipërinë sot, kanë parë përpjekje që ne po bëjmë, ne kemi bërë shumë takime, ne po bëjmë deri panajire jashtë për kthimin e tyre. Ne po ofrojmë mundësi që ata të vinë programe për strehimimin social, për të kthyer, programe riintegrimi, programe futi edhe një herë në tregun e punës, programe për mbështetjen e atyre që vinë dhe duan të hapin një aktivitet, një biznes me diasporën flas. Pra domethënë nuk është se nuk është punuar dhe me diasporën dhe ne e kuptojmë shumë qartë, ne e lexojmë diasporën. Diaspora nuk janë ata 20, 30, 40 vete që dalin para një salle atje për të protestuar. E drejtë e tyre. Diaspora në tërësi e kupton shumë mirë Shqipërinë sot nga Shqipëria e vitit 2013 e bën diferencën dhe ka zgjedhur të votojë për këtë diferencë edhe për Partinë Socialiste dhe është një histori që lidhet me seriozitetin e forcës politike dhe me seriozitetin e bërjes politike nga ana jonë. Ne kemi problemet tona, nuk diskutohet që ne jemi njerëz perfekt, ne mund të kemi njerëz që çdojnë mes nesh. Rëndësi ka që të kemi një sistem drejtësie shumë shpejt që të jetë lartësinë e duhur dhe rëndësi ka që ne të kemi një pasqyrë të drejtë sa më shpejt që do ishte opozita e re shqiptare, urojmë që të reformohet. Kryeministri tha shumë bukur dje që populli nuk mund të ndrojë qeverinë e vet në rast se nuk ka ndruar opozitin që s'do. Pra kur nuk ke opozit, nuk ke se si të rrezosh qeverinë. Dhe duhet fillosh nga sa do paradoksale që duket, por nuk mund të filloj puna nga ndrimi i qeverisë kur ti s'ke një opozit. Kështu që opozita shqiptare duhet të jetë sa më shpejt në një reflektim të thellë dhe ne na shërben kjo pasqyrë e drejtë që dhe ne të reflektohemi më drejt dhe ne të kuptojmë ku jemi më mirë, sepse ne ndërkohë po bëjmë ç'është e mundur që ta bëjmë të gjë vetë me forcat tona brenda trupës son politike. Trupa jon politike prandaj është kaq e zmadhuar. Çfarë vështirësish keni hasur kryesisht në këtë fushat, por edhe në këto zgjedhje, dhe cilat kanë qenë ndoshta zonat më të vështira të kryeqytetit? Formula parë kombinati, por formula zgjedhore unë mendoj duhet rishikohet. Kandidatët duhet jenë të paktën në nivel bashkie. Pra duhet kishte një listë bashkia Tiranë, një listë bashkia Kamës, një listë bashkia Kavaj, një listë bashkia Vorë, ndoshta mund të ishte Rogozhina veç ose me një bashki tjetër me Kavaj, nuk e di, po mund të ishin të 5 bashkit më vete me disa të paktën në trajtën e listave. Dhe mund të kishte 2-3, si më thënë, kandidat kryesor një bashki, 5-6 një bashki tjetër më e madhe, 15-20 një bashki akoma më e madhe, po themi, dhe të paktën territorialisht në kuptimin e distancave do ishte më e arritshme, sepse jo të gjithë kanë mundësi të barabarta, jo të gjithë janë me një suport logjistik, jo të gjithë kanë vite, jo të gjithë kanë biografi, jo të gjithë kanë eksperjenca që mjaftojnë. Tani unë e kuptoj që kjo nga ana tjetër duhet të jetë një filtr klasifikimi dhe normal që nuk mund të jemi as steril dhe krejtësisht shablon gjithë të barabartë para gjithçka, se dhe jetët tona vlen në pikët që ne marrim në votime dhe ajo që ne kemi bërë dhe këtu është dhe krahasimi. Por mendoj që kjo duhet korrigjuar, nuk e di, kjo nuk varet nga unë, por nëse mund korrigjohet dhe problemi kryesor procesi i votimit dhe i numërimit, që është një proces arkaik, primitiv, që është domethënë mesjet. Domethënë, ai ishte proces integër, ishte proces i ndershëm. Dhe është i ndershëm dhe nuk është se ka problematika, por dyshimet që lindin mund vinë nga vonesat, nga si themi subjektivizmat që lindin nga dora e njeriu që është gjithkohon brenda, shumë komisioner,
shumë parti, shumë subjekte, një tërkuz, do ishin zgjedhur një 2 papë, ndërkohë që flasim, ndërsa numërohen votat në Shqipëri. Dhe, si më thënë, votimet kanë mbaruar të dielën e kaluar, të dielën që kaloi dhe neve do na kapi e diela duke numëruar. Dhe kjo nuk është okay. Pra në epokën që jetojmë me nivelet e inovacionit dhe teknologjisë që jemi, ne duhet urgjentisht KQZ-ja, vullneti i partive politike, si më thënë, duhet bëjmë diçka urgjente. Ka pasur votim elektronik, ka pasur vonesa. Po dhe ajo është një vonesë politike. U kërkua nga Partia Demokratike dhe ne e kundërshtuam. Pra edhe kur teknologjia funksionoi, po të paktën kuponi ishte i prerë që darkën e votimeve. Dhe ne mund ta publikonim që darkën e votimeve, po donim, sepse ne kishim rezultatin. Por nuk e bëm në respekt të KQZ-s. Por edhe ajo ishte një shenjë që gjithsesi është vullneti politik që është problem. Edhe është sjellja politike, sjellja militanteske ndonjëherë. Për shembull, ka tani vonesa të pajustifikueshme nga shumë komisionerë të Partisë Demokratike që bëjnë sikur janë lodhur e tjerë, po një pjesë e tyre, si më thënë, mund të gjejnë sebepe të ndryshme, sepse ky proces, kështu siç është i ndërtuar sot dhe i strukturuar sot, lë shumë vend për dëshiruar, duhet ishte shumë më teknologjik, duhet ishte shumë më modern, duhet ishte shumë më digital, edhe ne duhet kalojmë urgjentisht në zgjedhjet e tjera në një sistem tjetër, numërimin, ne kemi punë, vendi ka punë, vendi do njerëzit e vet në punë, ne nuk mund të merrem me këtë punë me qindra mijëra njerëz me ditë të tëra, që është edhe kosto ekonomike, që është edhe ngarkesë në kuptimin e lodhjes për këta njerëz, edhe duhet ta bëjmë shumë të thjeshtë punë. Qindra vëzhgues që shikojnë nga qindra kandidatë. Domethënë është një histori që nuk ka asnjë kuptim. Kjo punë duhet të riparohet në mënyrë urgjente dhe të kemi fituesin. Unë edhe një herë nuk i ndeta pyetjes tënde për rezultatin tim. Unë e përkthej si një shumatore kumulative, mendoj unë, të biografisë të mbështetjes jashtëzakonshme të Partisë Socialiste, të emërimit dhe të besimit që unë kam në postin që unë kam të ministrit, dhe është privilegje jashtëzakonshëm që... Ka qenë ndoshta zona që ju ka favorizuar më shumë në Tiranë? Unë kam pas disa zona që janë zona e parë natyrale, zona kombinate, sepse unë aty jam drejtues politik dhe normal që pres një numër të madh votash, se numërimi nuk ka mbaruar ende as kombinat për kandidatin. Zona tjetër që ishte shumë interesante në rezultati ishte Vora, ku unë kam aty dhe një rrugtim dhe një historik timin prej disa viteve, por prej vitit 2019 sidomos kemi bërë një rezultat shumë mirë në pjesëmarrje në zgjedhjet surreale 2019-s. Kthyem bashkinë në Bashki Socialiste në Vorë për herë parë pas shumë vitesh, dhe pastaj u mora me si më thënë, pasojat e tërmetit, me kampet, edhe me punën humanitare për të ndihmuar shumë familje. Pastaj kam qenë koordinator politik atje dhe pastaj automotorizimi shqiptar, shërbimet e transportit rrugor në Prez sidomos, po dhe në Kashar kanë shumë ndikim. Kanë shumë ndikim në zonë, kanë transformuar jetët e shumë punonjësve në zonë dhe të familjeve të tyre. Ata janë nga njerëzit më të mirë trajtuar në administratë, në kuptimin në administratën e shërbimeve shqiptare. Nuk diskutohet që puna e mirë e bërë, e parë, e prekur, e jetuar në këto shërbime automotorizimi shqiptar është shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm. Gjithë kryeqyteti, 1 milion banor kryejnë shërbimet në këto dy qendra dhe normal që kjo ka dhënë një theks në zonë, raportet politike me zonën dhe kjo gjë më ka qenë shumë interesante. Natyrisht që kam shumë ndikim në punën time për shkak edhe të rolit, po edhe të biografisë time edhe në zonën e Kasharit dhe në zonën e po themi të Izberishtit, sepse kam qenë deleguar politike edhe në zgjedhje të tjera në këto zona, po kam qenë kombinat ose kam qenë në Sharr, po gjithsesi kam qenë në këto zona, jemi marrë me projekte që lidhen me përmirësimin dhe me rigjenerimin e këtyre zonave. Në përgjithësi më ka ndihmuar biografia ime, nuk mund të ri dot pa e thënë këtë gjë, por natyrisht nuk diskutohet që kjo nuk ka rije dot pa vullnetin e sotshëm të Partisë Socialiste dhe pa vullnetin e kryeministrit. Si do t'i përgjigjeshim ndoshta akuzave të subjekteve politike, kryesisht Partisë Demokratike, që të paktën pretendojnë që janë vjedhur zgjedhjet, pretendojnë që ka pasur shitblerje votash apo përdorim administrate? Po mendoj po ta shohin, paktën nuk e kam iden tani për pretendimet e tyre në përgjithësi, po që po të shohim votën se si ajo është e shpërndarë, se sa gjërë është dhe ku të paktën për emrin tim është në rezultate në podium, në shumë njësi, në shumë bashki, besoj që nuk mund të jetë dot, domethënë që të pesta bashkit, të pesta elektoratet dhe kudo gjitho njësi e gjitho zona dhe komunitetit të jenë të gjitha o pjesë e bandave, o
të organizuar në mënyrë kriminale për të vjedhur votën për kandidatin Gonxha ose Ganxha, siç thotë Pandeli Majko, po me humor. Po besoj që kjo nuk qëndron. Unë mendoj që është një... Po në akuzat në rënd, le të themi, subjekteve politike? Mendoj që është një leksik e gabuar e PD-së opozitës, nuk i masin fjalët, nuk e masin aksionin politik, nuk maten kur flasin, edhe shpesh kjo i ka quar që t'jenë të pabesueshëm, që t'jenë jo serioz në komunikimet e tyre dhe si me thënë, ekstremizimi, anatemimi, si themi, një gjuhë e shturur, me njëherë bjerit i bijem, do më thënë, ka bërë që në përgjithësi dhe veto akuza nuk i qëndrojnë kohë, sepse është evidente që unë nuk ngella në rezultatin e vorës. Unë nuk ngella në rezultatin e elektronik të njësisë 10, po mirë vora, po njësia 10 në rezultatin elektronik qne, pse gjitha e mbështetje. Po themi, apo nuk e di, po Kashari çne, po Astirius Berisha çne, po kombinati isha drejtues politik, po në zona tjera të njësive administrative të Tiranës, po kam pasur një histori në këtë qytet, a kam punuar herë për këtë qytet, theksova shërbimet e automotorizimit, a kanë dhënë një rezultate dhe shërbimet në jetët e njerëzve, mos vallë prekin shumë nga jetët e tyre dhe këto shërbime janë të rëndësishme dhe etike për shumë prej tyre, dhe njerëzit shohin dhe kur bëhen punë mira. Pra Partia Demokratike këtu e humb fillin. Nuk duke mos qenë objektive, duke mos qenë ajo pasqyra e drejtë që thash që mungon, se nuk kemi opozit, humb besueshmërinë dhe humb seriozitetin dhe i humb rëndësia fjalës, i humb vlera fjalës që thonë, dhe ti humbi vlera fjalës një opozite, është fatkeqësi për vendin. Domethënë opozita kur flet duhet mendohet 2 herë më shumë se qeveria. Nëse do duhet të mendojë, të projektohet shpejt si një alternativë. Duhet të jetë 2 herë më e kujdesshëm. Unë jam numri 1 sot, tani që po flasim bashkë, mund mos jem pas 2 orësh, ku di unë, apo më mbrapa, po unë jam numri 1 sot i votuar në Tiranë dhe unë jam të kurrur nga përgjegjësia që ndjej, nga presioni atmosferik që unë ndjej, sepse duhet matem edhe më shumë. Sa më shumë vota marr, aq më shumë duhet matem kur flas. Çfarë mendoni që duhet bërë më mirë në këtë mandat që nuk është bërë në 3 mandatet e para? Ky është mandati, është shumë e thjeshtë, kemi thënë dhe në fushat. Ky është mandati i një Shqipërie e cila duhet të ishte sa më shpejt, duhet të jetë patjetër brenda këtij mandati, në standardet më të mundshme të larta si ato të Bashkimit Evropian, pra ato që janë më të mundshme për ne për të kapur. Ky është mandati që ne do ta zgjerojmë mirëqenien në të gjithë 100% e shoqërisë. Nuk mund të ketë më pjesë të vogla të caktuara, minoranca apo përqindje të shoqërisë që nuk prekin nga rritja ekonomike e vendit, që ndjehen të përjashtuara, që janë të marginalizuara, që janë të diskriminuara. Ndonjëherë edhe për rezultat se ato vetë nuk hynë në programet e ndryshme zhvillimore, por prapë shteti ka përgjegjësi që t'i përfshijë ata dhe t'i garantojë atyre një nivel të paktën dinjitoz të mjaftueshëm jetese. Pra ata do ta kenë të përballueshme jetesën e tyre të përditshme. Ky është mandati natyrisht i kësaj sfide, mandati i zgjidhjes së hallit të madh të asaj pjesë të madhe shoqërisë ku hyn këtu dhe pensionistët, kjo që thash, edhe pjesa e familjeve që janë nevojë të tjera. Ky është mandati i strehimit dhe i familjes. Shtëpia, familja bëjnë më shpejt martesë, martesa bën fëmijë. Fëmijët rregullojnë raportet e punëtorëve në raport me pensionistëve. Këtë raport ne nuk e kemi të mirë. Kjo rrit mundësinë që të kemi kontribute më të shumta në skemën e pensioneve, të ulim deficitin. Ulja e deficitit do thotë më shumë para për pensionistët. Pra, çlirojmë buxhetin e shtetit nga deficitet, heqim deficite, zbresim deficite, lirojmë para që t'i japim atyre që kanë nevojë. Është mandati i Bashkimit Evropian, është mbyllja e tranzicionit shqiptar. Është mbyllja përfundimtare e një epoke e cila duhet futet në arkivën tonë historike me hidhërimet e me lumturitë e veta, por duhet arkivohet dhe duhet hapet dera e epokës Bashkimit Evropian. Është dhe kur e them të gjë figurativisht duhet kuptohet, nuk mund të bëhemi dot antar të Bashkimit Evropian pa standarde, pa një treg me standarde, pa konsumator të mbrojtur, pa prodhim, eficiencë, produktivitet dhe një treg pune i cili të jetë i shëndetshëm, i zgjuar, pa punonjës të cilët duhet të jenë në radhë të parë profesionistë mirë. Nuk ka nevojë të jenë gjithë doktor shkencash. Nuk mund të kemi vetëm arsim të lartë në këtë vend. Duhet të kemi shkolla profesionale. Duhet të formohemi më mirë. Zvicra, Gjermania janë mbi 60% në arsim profesional. Ne jemi 17%. Kuptoni ku jemi? Vendet lider të ekonomive e shtetet më të forta të Bashkimit Evropian, sa profesionistë kanë,
kurse ne jemi akoma me mentalitet dhe me një kompleks ndonjëherë dhe inferioriteti ka shi profesioneve. Ne duhet kemi mjeshtra, zanatçi, ne duhet të punojmë që të marrim, të mbajmë në vend paratë që vijnë nga turizmi, miliardet e euro që vijnë nga turizmi, shembull, ne të mos i hedhim menjëherë nga dritarja për të blerë mallra për të shërbyer turistëve që vijnë këtu. Ne duhet prodhojmë këtu industri e lehtë. Dhe pastaj paketa maleve, paketa ekonomisë blu, deti nuk vetëm turizmi. Është tregtia, është volumi tregtar dhe si themi portet e mëdha, pra investimet e mëdha që ne duhet bëjmë dhe për industrinë detare, për gjithçka që lidhet me pjesën e themi ekonomisë blu, me ekonomia edhe e drurit, ne s'kemi ekonomi druri. Ne duhet të kuptojmë që ka vende skandinave në veri të Europës që kanë disa themi 10% ekonomive tyre që lidhen me drurin. Ne jemi një vend që kemi mundësi të bëjmë edhe ekonomi druri, ne kemi ekonomi malesh, ne duhet të hapemi. Zgjerimi i sezonit, shtrirja e turizmit në më shumë muaj, trashëgimia kulturore, pra gjithë oferta jonë, eksperjenca dhe pastaj ju i dini, automotoparku, investimet të cilat e ndërkombëtarizojnë Shqipërinë dhe e brandojnë Shqipërinë me evente të cilat do na sjellin një kursim të jashtëzakonshëm se ti bëje reklam vetes për këto evente me 1 miliard shikues në pak ditë, duhen qindra milionë euro, ndërkohë që ne mund të kemi qindra milionë euro të ardhura kur ky event zhvillohet dhe të kemi dhe falas reklamën ndërkombëtarisht. Pra ne punojmë shumë që të kthejmë në brand ndërkombëtar Shqipërinë si një vend i cili jo vetëm pjesë e Europës, ne duam ta kemi yllin tjetër në flamur, të verdhë në flamurin e Bashkimit Evropian, por ky të jetë një vend që të jetë një vend që të jetohet në mënyrë shumë mirë nga ne këtu që të shërbejmë vetes dhe kësaj ekonomie e cila me të huaj, me turist, me investitor, me themi gjithçka çfarë ekonomia shqiptare do sjellë, duhet jetë që të shpërndajnë në familjet shqiptare, tek punonjësit shqiptar, të rinj, të reja, gjithë që ne presim dhe të kthehen nga diaspora, aq shumë të ardhura në një nivel të tillë standardi jetesi që ky të jetë vendi alternativ e parë për të jetuar. Pastaj kush është gati dhe ka dëshirë dhe do të provojë më shumë për të emigruar dhe për të shkuar në vende më të mira, më të zhvilluara, më të avancuara, është e drejtë e tyre. Po ky nuk duhet të jetë misioni i jetës për të ikur nga ky vend, për të ikur këtij vendi. Duhet të jetë, si më thënë, e vështirë të ikësh këtij vendi. Pra ky është mandati joni i katërt. Faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit.